Ministri jashtëm Glauko. Mirëmbrëma të gjithëve. Ministri në detyrë i punëve të jashtme Glauko Njufca së bashku me krye negociatorin Agron Bajrami kanë takuar në ambasadën e Kosovës në Bruksel emisarin e Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Peter Sorensen. Sipas Njufcës, në takim është diskutuar për avancimin e dialogut dhe normalizimin e marrëdhënieve me Serbin. Ai ka theksuar se Kosova mbetet e përkushtuar për angazhim konstruktiv dhe që dialogu të përmbyllet me njohje reciproke. Qeveria në detyrë ka ndarë mbi 10.8 milion euro për organizimin e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 7 qershorit, ndërkohë subjektet politike kanë afat deri sonte në mesnatë për dorëzimin e listave të kandidatëve për deputet. Analistët politik thonë se zgjedhjet e shpeshta po i kushtojnë miliona euro vendit, ndërsa mbeten skeptik nëse ato do të sjellin stabilitet politik. Ministri në detyrë i financave Kuran Murati në një intervistë për RTK ka folur për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare, duke thënë se dëmet ekonomike që do të pasojë vendi si pasojë e zgjedhjeve të njëpasnjëshme janë të mëdha dhe se në mënyrë direkte Kosova humb qindra miliona euro. Sot e kishim një mbledhje të qeverisë, pra online, në të cilën u dash të miratohej buxheti i kërkuar prej KQZ-s, pra 10.8 milion euro, gati 11 milion euro, kosto e cila nuk ka qenë planifikuar as nuk do dojtë shpenzoj, sepse ne sapo kemi dalë nga një proces elektoral, ku qytetarët e kanë dhënë vullnetin e tyre dhe ai vullnet do dojtë respektohej duke prodhu institucionet siç edhe filloi. Pra për atë sa ne kishim hapësirë, u formu kuvendi, u formu edhe qeveria, mirë po tek posti presidentit ku nevojitën 2/3 e ne nuk i kemi ato vota, pra si shumicë qeverisëse, ishte pamundur që të arrihej një dakordim me partitë opozitare, sepse siç e keni parë, ka pas një tendencë të bllokimit të parësyeshëm me synimin që ta dërgojnë përsëri vendin në zgjedhje të cilat janë totalisht të panevojshme, sepse nuk i kemi pra 4 muaj prej se kur u dëshmu dhe u vendos apo u vlerësu nga populli secili subjekt politik dhe u dha verdikti qytetarëve. Përfaqësues të partive politike, ulëmtues të Institutit të Kosovës për Drejtësi u bën bashkë për të diskutuar rreth punës së kuvendit gjatë legjislaturës së 10. Aty u fol rreth sfidave, krizave dhe mësimeve për të ardhmen. Me këtë rast u tha se legjislatura e 10 u përcoll me shkelje procedurash e mungesë transparence. Nga vetëvendosje mbrojtën punën e ekzekutivit, teksa theksuan se kanë synuar që të kalojnë projekt ligje të rëndësishme para se vendi të shkojë në zgjedhje. Megjithatë, nga 3 partitë më të mëdha opozitare të legjislaturës së 10 kritikuan shqyrtimin e projekt ligjeve përmes procedurave të përshpejtuara. Ministri i punëve të jashtme dhe diasporës Glauko Njufca ka marrë pjesë në takimin e ministrave të punëve të jashtme i quajtur si miqtë e Ballkanit Perëndimor dhe partnerët e BE-s që u mbajt në Slovaki. Gjatë seancës kushtuar integrimit gradual dhe bashkëpunimit rajonal, zëvendës kryeministri Njufca theksoi se Kosova mbetet e gatshme për statusin e vendit kandidat dhe hapjen e negociatave të anëtarësimit. Njufca theksoi rëndësinë e integrimit gradual të Ballkanit Perëndimor në arkitekturën e sigurisë europiane, duke e përfshirë bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes, sigurisë kibernetike dhe ndërveprueshmërisë me standardet e NATO-s. Në dhomat e specializuara në Hag ka vazhduar edhe sot seanca gjyqësore në rastin ndaj Hashim Thaçit dhe të tjerëve lidhur me akuzat për pengim të administrimit të drejtësisë. Ekspertja e lingvistikës forenzike Helen Fraser ka deklaruar se nuk i ka bazuar përfundimet e raportit të saj në inteligjencën artificiale, ndonse pranoi se ka përdorur platforma të tilla vetëm si tregues. Ajo tha se ka pas presion nga prokuroria për të thënë një gjë të tillë. Ushtruesja e detyrës së presidentes Albulena Axhiu dhe kryeministri në detyrë Albin Kurti bën homazhe tek varri i heroit Agron Ramani në 28 vjetorin e rënjes. Me këtë rast Kurti tha se Agron Ramani, i cili i ra në betejë të drejtë për drejtë me forcat armike serbe në lagjen e Muagjirve, gjithmonë do të mbetet shembulli një veprimtari, një patrioti i cili sakrifikoi gjithçka deri në flim për çlirimin e popullit dhe lirinë e vendit të tij.
Ndrojmë tani temë, në Prishtinë me aktivitetet të shumta sot u shënua dita ndërkombëtare e infermierisë. Oda e infermierëve të Kosovës organizoi aksion për dhurimin e gjakut në shënim të kësaj dite, derisa u vlerësua lart kontributi i mantelbardhëve. Kryetaria e Odës Nexhmi Egori tha se roli i infermierëve në shoqëri është i pazvendësueshëm. Ky është viti i tretë që organizohet një aksion i tillë, ndërsa u tha se ky profesion nuk është vetëm punë, është humanizëm, përgjegjësi dhe sakrificë.